Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita ju sjell një ndjenjë të remotivimi dhe pasioni në çështjet profesionale. Jeni të vendosur dhe të guximshëm, por kujdes me impulsivitetin. Një bisedë e papritur në mbrëmje mund të hap mundësi të reja. Përdorini energjinë për të përfunduar një projekt që keni lënë pezull. Demi. Ndikimi i diellit në shenjën tuaj ju jep vetbesim dhe karizëm. Marrëdhëniet personale janë në qendër të vëmendjes. Mund të ndjeni më emocional se zakonisht. Kjo është në rregull, veçanërisht nëse shpreheni me ndershmëri. Bëni diçka që ju bën të ndjeheni mirë me trupin dhe shpirtin. Binjakët. Mendja juaj është aktive dhe kërkuese. Ditë ideale për të bërë kërkime, për të nisur një ide të re, ose për të biseduar me dikë që ju frymëzon. Por shmangni shpërqendrimet, qëllimi është përqendrimi. Mos merrni vendime të nxituara, dëgjoni edhe intuitën. Gaforia. Sot jeni më reflektuesi zakonisht. Kujdes me ndjenja që keni shtypur. Mund të kërkojnë vëmendje. Një mik i vjetër ose një kujtim i fortë mund të kthehet në mendjen tuaj. Merrni kohë për veten. Praktikoni ndonjë formë të vetkujdesit emocional. Luani. Një ditë me energji të lartë për çështjet e karrierës. Mund të merrni vëmendje për një arritje ose një ide. Por kujdes me arrogancën. Puna në grup do të sjellë më shumë përfitime. Dani suksesin me të tjerët. Do rriteni edhe më shumë. Virgjëresha. Kërkoni strukturë dhe rend sot, por mund të përballeni me një ngjarje që nuk shkon sipas planit. Mësoni të përshtateni. Mundësia për të nisur një kurs apo aktivitet të ri është e favorshme. Lëreni perfeksionizmin më një anë për një ditë. Peshoria. Fokusi është te ndjenjat e thella dhe intimiteti. Një bisedë e thellë mund të ndryshojë mënyrën si shikoni gjërat. Disa vendime financiare kërkojnë kujdes. Mos nxitoni. Dëgjoni jo vetëm çfarë thon të tjerët, por edhe si e thon. Akrepi. Ndjenjat tuaja janë të forta dhe nuk mund të fshihen sot. Në dashuri jeni magnetik. Në punë, një partneritet mund të marrë një drejtim të ri. Mos keni frikë të tregoni të sinqert. I jepni, por edhe kërkoni ndershmëri. Shigjetari. Dita është dinamike dhe kërkon shumë nga ju. Mund të përballeni me sfida në menaxhimin e kohës. Një mik apo koleg mund të kërkojë ndihmën tuaj. Tregoni të duruar. Riorganizoni prioritetet dhe lini pak hapësirë për relaks. Britsjapi. Frymëzim për projekte kreative apo ide të reja. Karriera është në një fazë të qëndrueshme, por mos harroni të kujdeseni për jetën personale. Dikush në rrethin tuaj kërkon më shumë nga ju emocionalisht. Jepini vend edhe anës suaj emocionale. Ujori. Shpirti rebel zgjohet sot, por përplasjet me autoritetin mund të jenë të pashmangshme. Gjeni mënyrën të shprehni idetë tuaja pa u përplasur. Një ndryshim në shtëpi ose ambient pune është i mundur. Liria është e rëndësishme, por edhe bashkëpunimi. Peshqit. Intuita është shumë e fuqishme sot. Mund të keni ëndra apo ndjesi që nuk duhen injoruar. Kreativiteti është në kulm, shfrytëzojeni në mënyrë praktike. Kujdes me lodhjen mendore. Mos i lini ndjesit pa përkthim në veprim. Krijoni diçka të re. Horoskopi në Top Albania Radio.